Ansambli i këngëve dhe balleve popullore dhe ansambli Myzeqeja mbajtën mbrëmjen e dieshme në Fier koncertin festiv Shqipërion në Naime, në ndër të festave kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit, dy data shumë të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Mbrëmja festive e 27 nëntorit në Teatrin Mbyllës dhuroi emocione të veçanta në një atmosferë ku tradita ndizet, zemrat gëzojnë dhe festat kombëtare marrin dritë. Këngët, vallet dhe ngjyrat kuqezi ndezën skenën e Teatrit Mbyllis, duke i dhuruar publikut një pasqyrë të bukur të traditave dhe ngjarjeve historike. Në fjalën e tij përshëndetëse kryebashkiaku Armando Subashi ka pohuar se ky koncert ishte jo vetëm një çast kënaqësie, por dhe krenarie. Faleminderit gjithëve për kënaqësinë që na dhuruat dhe padyshim që ishte një çast jo vetëm kënaqësie, por edhe një çast krenarie për gjithë ne. Gëzuar festat dhe besoj ne gjithë do takohemi prapë nesër sepse kemi një koncert po kaq bukur nesër. Tradita myzeqare dhe ndërthurja me motivet kuqezi të festave e bën atmosferën festive emocionuese.